3 vjetë të fundit të shkon të mrekulli, që është edhe grande dhe subvencione. Ka pas ministrë më të mirë, jo si tash nërësy për tëmë. Çka është veçantia kryesore e lejthisë? Kur dënë me mjell lejthin me këqyrë mali, a ka lejthi dikun afer, tegër. Nëse ka lejthi tegër, është kultivimi i pranueshëm. I pranueshëm që ka me pas sukses pa tjetër. Qatë shumë e du bëjtësin, sa që pa njetën nuk s'ka rëndësi ku shkoj e qka vaj. Nuk muna me nalë pasionin tem me i pa zhvellimin nga afër bëjtësisë. Parja bujësisë që merret, ajo është halal go, 10 herë është halal. 3 vjetë të fundit të shkon të mrekulli, që është edhe grande dhe subvencione. Qa blun, misër, a? Po, më këtë imet ma të voglat, që po kërkuar 5 kg. Okej, me mil kalamajt që i të nga. Ka pas ministrë më të mirë, jo si tash nërësy për tëmë. S'ka ndonë në vizitu në për 2003-ës, sa kemë apliku i mi shgënjim.